Vetëm 2 kilometra larg qendrës së Fierit në fshatin Mbyet, pushteti lokal ka dështuar. Banorët jetojnë në kushte çnjerëzore, pa rrugë, pa kanalizime dhe pa asnjë standard minimal jetese, ndërsa institucionet lokale dhe qendrore mjaftohen me heshtje dhe indiferencë. Ujërat e zeza derdhen në kanalet e ujrave atmosferike, aty ku kalojnë edhe tubacionet e ujit të pishëm. Dhe ky fakt është një bombë vërtet ekologjike që rrezikon çdo ditë jetën e fëmijëve, të moshuarve dhe familjeve të tëra. Në këtë fshat janë shprehur banorët për televizionin Apollon. Sipas tyre, kjo nuk është thjesht papërgjegjshmëri, por është neglizhencë dhe braktisje. Banorët e Mbyetit thonë gjithashtu se janë braktisur plotësisht nga Bashkia Fieri dhe nga qeveria qendrore dhe institucionet që paguajnë me taksat e tyre nuk kanë bërë as minimumin për këtë komunitet, edhe pse zona ndodhet fare pranë qytetit dhe jo në një fshat të thellë malor. Ne këtu në Mbyet kemi ujët e bardha edhe ujët e zeza. Në një kanal kalojnë gjitha, me ujët e bardha, me ujët e zeza. Shiko hiç betu. Është turp kush i shikon. Është turp. Mbyeti është anesi i Fierit. E lidhet pa badore, na kalojnë pa badore fare. Prit mot. S'ka mando. Asgjë s'ka bërë. Si është rruga edhe traktori ta bjesh nuk del vi lart në Mbyet. Prandaj po desh si Apollon që jeni, na ndihmoni që të bëhet që 500 metra, 1 kilometër rrugë që është pa bërë. Mbyeti s'kan bërë asnjë gjë, jemi lagje qytetit. Që i ka lënë rrugët mos më keq, sidomos në Mbyet pa drita, gjysmë lagjes e fshatit është pa drita. Ka harur gjithë ato deputet këtu na ka dhënë fjalën, asnjëri s'ka bërë për Mbyetin. Sipas banorëve të fshatit Mbyet, pushteti kujtohet për Mbyetin vetëm gjatë fushatave elektorale me premtime të shumta, fjalë të bukura, buzëqeshje për kamera dhe përqafime për vota. Pas së zgjedhjeve gjithçka harrohet, asnjë investim, asnjë plan, asnjë përgjegjësi për premtimet e pambajtura. Banorët e revoltuar dhe të pashpresë shprehen se nuk kërkojnë luks dhe privilegj, por dinjitet dhe të drejtën për të jetuar si qytetar të barabartë përballë hishtjes së institucioneve, që sipas tyre është një fyerje dhe një tallje e hapur me komunitetin.